është treguar më Firavun se tjerët, iku vetë, nxori dhe familjen, dhe shumë ato që thotë i ka të vërtetë. Pavarësisht se çka ka bërë vetë, nuk po e mbroj ato çfarë ka bërë ai. Ato e kam thënë. Po, patjetër. Po vlerësoj çfarë thotë ai. Edhe ka një standard kur ja thua atyre miqve, do thuash vërtetën. Se humb statusin pasaj, edhe tek ata. Ato dosje nuk ishin dosje të bëra për një stacion televiziv. T'jeni të bind për të. Ai e njeh mirë mekanizmin, njeh dhe terrenin, ka informacioni vjen, është pa diskutueshme në Shqipëri vjen, kudo që ti jesh vjen informacioni. Logjikën e punëve e di, ka folur me faktet mjaftueshme për treguar ku nuk shkon diçka. Po njeh, ka qenë deri dje në atë tavë ka qenë, kështu që i njeh. Dhe prandaj ka thonë fjala e urtë shqiptare, çfarë ta bëni joti, thotë, s'ta bën asnjëri huaj. Kështu që në këtë rast, a mund të themi se i dolën ato të parat, edhe deri tani çfarë ka thonë ka dalë, edhe çmimi i verës i doli. Po, edhe rasti i Ergysa Gasit po ashtu. Po, jo rastisht të thajë në parë. Po, dhe më pas SPAK veproi, po. Po jo, SPAK s'ka vepruar më pas, por ka qenë veprim e sipër. Ose më saktë që u bë publik, po, e vërtet. Po. Në këtë rast, a mendoni se Arben Ahmetaj e ka shitur Edi Ramën, po themi të amerikanët, dhe e ka denoncuar tek autoritetet amerikane që mund të bashkëveprojnë në Zvicër, por edhe në SPAK, sa i përket aferave të kryeministit Edi Rama, nisur edhe nga ato që ka denoncuar më parë, por edhe këto të fundit? Padyshim. Ato ka bërë gjithkohën për gjatë intervistës 4. Akuzonte krejën e organizatës, aty u përqendrua. Ajo ka qenë kryefjale e gjithë intervistës. Në këtë rast, nisur nga optika juaj dhe duke bërë një projekcion, a mendoni se SPAK nisur nga këto dosje do të veproj ashtu siç veproi radhën e kaluar pas denoncimit të Arben Ahmetajt? Patjetër. Se ka në emocion SPAK-u. SPAK-u tani mu mendoj që është një hap para politikës korruptore. Të tregon gjithë për ballja e fundit. Mund shkoj kudo, ku që tjetë. Nuk kam atu. Në qoftë se gjitha rrugët çojnë Romë, edhe gjitha rrugët sipas Ben Ahmetajt çojnë ke Rama, e do shkojnë edhe ke Rama. Pse mos shkojnë? Çka ka? Ne kemi zgjedhur me vota sundimtare apo një njerëz që përgjigjet për ligjit? Të shkojnë edhe ta humanizojnë edhe postën e kryeministit shqiptar, që kemi parë si paprekshëm nga drejtësia. Një njerëz që nuk jep llogari, kështu është imagjinuar kryeministi shqiptar. Që edhe kur flet broshkulla e dokra, duken si fjalë të mëdha ynore. Jo, e kemi hynizuar, duhet ta humanizojmë. Ta zbrazim me këmbë tokë. Edhe sikur mos ketë gjë, le të shkojnë një herë. Jo, kishin shkuar për rastin e Belinda Ballugut dhe duket se ishte trembur. Ja mos besoj, e shtrima shumë, po ti shkojnë një herë. Ai është trima, thotë. Ti shkojnë. E mban. Pa tani. U lodhëm duke mbajt të dhe njerëzish në kuris tani, me 10 vite. Ti shkojnë atje edhe sa më shpejt ai më mirë. Nëse kanë gjët. Nëse s'kanë gjët, mos merren me të po. Nëse kanë dhe nuk i shkojnë, harami qoftë atyre vetë. Pikërisht për këtë po flasim edhe ne. Po mirë. Çfarë problemi ka? Po të kisha qenë në sektor direkt. Nuk reagon ti politikisht, po ja kisha mbaruar ushtarë deri tani. Nëse është i sot Ben Ahmetajt, s'do të ketë më drejtor në këmbë në Shqipëri. E do vi dita, s'do ketë më as specialist për shku në punë. Ja kisha marru gjithë ushtarët. Se unë mendoj që e luaj Shahun më mirë se ai. Realisht e kam bërë Shahun jo keq domethënë. Ati dhe kisha marru ushtarët. E ta shohim, a e luaj Shahun apo se luaj Shahun.
O si do qoftë, domethënë, ka një thënie të madhe të Euripidit. Çdo njeri do të ulet në gostin e konsekuencave të veta. Tani po i vjen dhe dita edhe Rambës, besoj. Që tolet në gostin e konsekuencave të veta, duke shoqëruar me një verë 33.000 euro. Po, i shkon shumë. Po uli ta shijojmë dhe ne. Edhe ne do shijojmë. Edhe ne që ai na konsideron si vulgu, domethënë. Tam. Edhe për ne këtë shkruar nga Hugoi, Katedralën e Parisit, gëzon e dhe populli. Edhe ne që dukemi kështu. Po, mendoj që rrotullohet më shpejt bota tani me këto mjete informacione. Edhe shohim që sa kemi humbur, sidomos nga edukimi dhe nga shumë anë tjera. Kemi shpër me gjitha edukimin, mentalitetin tonë e tjerë. I kemi po i parisim njerëzit me diploma pa vlerë, në krahasim me çfarë kemi bërë ne. Unë kam bërë një shkollë të lartë që në atë kohë. Kam bërë këtu, po kam dhe 40 certifikime që i kam vetëm Londër, pastaj vende të tjera, Brighton, Manchester, Holland, Luxemburg, Gjermani e tjera, ca vende tjera. Por nuk ka as kërkund këtë lloj arsimimi si këtu. Aq më tepër pjesa tjetër e vonjes të dijeve në aplikim, domethënë. Marrëdhëniet e punës si këtu nuk i ka as kërkund në Europë, nuk ka lidhje fare me Europë. Ky flet për parajsën e tij, ndërkohë që ky na flet për parajsën dhe ne shijojmë skëterrën, edhe duhet të ndjejmë atë që thot ky, jo ato që ndjejmë vetë, ai që na del nga goja pa e menduar, domethënë. Ja kështu është. Ku ka ne as stres mesme nuk kemi më. Ku ka stres mesme që nuk arrin dot bëj në shtëpi. Pasuroj vetën këy me 15 qelbanikër atje, edhe gjithë shqiptarët i kanë lënë si slepër jetoj për bukën e gojës. Po kështu ishim socializëm ne. Jetonte në blok udhëheqja me gjithë mirat, se ndjenin urinë, mungesën e veshjeve të tjerë, edhe gjithë populli njësoj. Vetëm shty 15 ditë, tani shty muaj. Edhe kanë dhe fytyrë ato llapaqenet që i shkojnë nga mbrapa për të na shitur dhe ata, se janë kështu ata pjesë e korit, mbajnë nisën ata. Bëjnë nga pas ata në e kohë që ky është në realitet tjetër. Edhe unë nuk mund të i shoh shqiptarët me ngjyra politike. Mund këtë qenë e vështirë për ndonjëherë deri dia për ta kuptuar që si kam pa me ngjyra politike, pe kam pas si besimtarë, si shqiptarë thjesht. I shoh si njerëz, nuk i shoh. Edhe sikur të jetë armiku im, nëse ka të drejta, ka të drejta. S'kemi drejtë të ekzistojmë ne, ose të ekzistojmë pa u ankuar kur diskriminohemi e kur na mohohen gjitha të drejtat. As dinjtet në kafshës nuk i kemi, se edhe kafsha reagon, nuk të pëlqen, kur s'të do nuk të vjen. Nuk të bindet, edhe macet të qerë. Ta kanë dehumanizuar shqiptarin në një shkallë të frikshme, pra pasojat për të rikthyer moralin edhe etikën në punë, edhe në shkollim, e në breza të tërë, do të jenë me vite të tëra. Për të ndërtuar është vështirë, domethënë, për të prishur ka më shumë zhurmë, po pylli do kohë të rritet, mund ta presësh për ditës, do 10 vite dhe 100 mas. Shiko çfarë bën këta. Ato zakone shumë mira që kishim me mira vjet i rënuan, ne i bën gjithë shqiptarët keq e mos më keq, po i shohim këto programet që janë. Pam. Për arsye se kush nuk ka turp, gjitha i bën. Edhe mos harrojmë që gjitha kombet janë zhbër, fillimisht janë zhbër nga ana morale. Avokat, unë të falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Unë falenderoj ty dhe gjithë tjerë si ju, për arsye se duhet të rezistoni me këto dritare qoftë të vogla të thonit të vërtetës. Është shumë e rëndësishme, domethënë.
Kështu që ju uroj edhe shëndet dhe sukses. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.